Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur tek video i radhës. Atëherë unë quhem Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe keni për të parë që po klikoni këtë video dhe për të gjithë ju goca që jeni rikthyer përsëri te kanali im. Atëherë mirë se jeni rikthyer. Sot që po i flasësh ashtu, unë sapo bëra mbylljen e videos së kaluar dhe hapa videon e re, të cilën jeni tashmë duke e parë. Dhe më shikoni pak çdo ditë që sot me këto flokët, mundova të bëja kaçurela dje në darkë pra pa nxehtësi. Por nuk mendoj se më kanë dalë aq bukur sa do doja unë të më dilnin, por është okay, thjesht për të qenë pak sa kështu kaçurela. Atëherë, arsyeja se hapa kamerën tani është sepse do shkoj tek Ona për të bërë thonjt e mi. Atëherë thonjt e mi herën e fundit unë i kam bërë të kuq, edhe këtë thonin këtu e kam bërë të bardhë. Por këtë herë kam vendosur që t'i bëj baby blue, duke qenë se baby blue është shumë në modë këtë vit, atëherë vendosa pse jo t'i bëj baby blue. Dhe duke qenë se më kanë ditëlindje në mars, sepse këtë thonjt që po bëj tani do t'i kem edhe për ditëlindje, kështu që vendosa që po shkoj pra me ngjyrën baby blue. Jam shumë vonë për tek Ona, jam realisht shumë vonë, tani duhet isha rrugës për te Ona, por ndërkohë jam tek Starbucks dhe ka vërtet shumë radhë. Në radha mbrapa mund të kem 6 makina dhe nga 3-4 i kam përpara. Gjithashtu nuk kam të gaz për makinën, më kanë nxjerrë llambën e kuqe, kështu që duhet të shkoj tek Wawa që të hedh gaz, pastaj duhet që të shkoj te banka të marr lek kesh, duhet të shkoj të ashtu dhe Rajanin tek nëna sepse Rajani ka soker në orën 10:30, edhe më duhet që Oleni të shkoj te nëna pastaj më vonë që ta marri edhe të shkojnë të luajnë soker. Pra mund ta kuptoni shumë mirë tensionin tim në këto momente. Thjesht do të shkruaj pak Onës që do jem pak me vonesë, pak shpresoj shumë që të mos jem shumë me vonesë, sepse realisht rrugës që shkoj për te Ona nuk kam me shumë shpejtësi, po dhe nëse i bie nga autostrada, thjesht një pjesë e vogël është pra te autostrada me shpejtësi, pjesa tjetër pastaj është gjithashtu jo me shumë shpejtësi, kështu që do t'i shkruaj Onës tani, nëse ka ndonjë nga gocat që jetojnë këtu afër në Philadelphia, pse jo të shkojnë tek Ona të bëjnë thonë, sepse realisht i kanë. Kështu që të mbyllim kamerën dhe do ta hap përsëri kur jemi tek Ona. Looking back on pictures and I find it hard to see you and myself in places where we used to be. Oh, time we got older, babe. And I wanna stay with you. Don't got time for games. Now what you wanna do? Tell me now if you will go with me all the way. Every night, every day, promise we'll never change. Are you gonna love? Okej, kam diku te 10 minuta që po flisja dhe sa po vura re që mikrofoni i kamerës, pra kisha zgjedhur një opsion që kamera e kishte mikrofonin të fikur. Por doja t'i thosha që sa po mbarova nga Ona dhe do t'i tregoj thonjt më të bukur ever që un kam bërë. Atëherë këto janë thonjt e mi, të cilët kam bërë edhe për ditëlindje, sepse janë thonjt e marsit dhe vendosa të shkoja me këtë baby blue duke qenë se është shumë në modë. Dhe më pëlqen shumë kjo lulja që ka krijuar Ona këtu dhe kjo fjongoja. Vërtet kanë dalë shumë për shumë të bukur. Nëse dhe ju doni të bëni thonjë kaq të bukur sa të mi, do t'i lë këtu Instagramin e Onës, gjithashtu edhe këtu në ekran, në mënyrë që të shikoni pak punimet që Ona bën. Atëherë unë s'kam pirë fare, po fare kafe sot në mëngjes. Duket kafja e Starbucksit që kam pirë shumë pak dhe po vdes sepse realisht më zë gjumi. Okej, tonë do të pa kafe njerëz, gjithashtu po i tregoja pak më parë që po haja një donat, duke qenë se s'kisha ngrënë mëngjes, por nga gjithë donat si më kanë kilo vetëm kaq për të ngrënë. Është shumë i mirë, është me recel nga brenda, edhe ora është tani 12:30, s'kam fare po fare mëngjes, kështu që më duhet pak energji. Super. Tani kemi 30 minuta rrugë për të bërë deri në shtëpi. Më duhet të shkoj në shtëpi sepse e di që Oleni tani sapo ka mbaruar ndeshjen me Ryanin, pra sepse ishin në soker. Ne më duhet që të vendosim se çfarë planesh kemi për mbasdite, por unë duhet të shkoj patjetër te TJ Maxx. Kështu që do i marr dhe juve me vete kur të shkojmë te TJ Maxx dhe të shikojmë nëse do arrijmë një të gjejmë një fustan të bukur për ditën time dhe 2 të gjejmë një palë xhinse të hajrit, ngjyrë të bukur dhe model të bukur.
those beautiful brown eyes, girl. I hear your voice, it whispers in the dark. Yeah, you make it right, yeah, girl. Everything in my life, you changed my story, yeah. You've taken me so far. I'd cross the ocean for you. I'd dive into the deepest sea. My soul is sold out for you. I'd give you everything that you need. And give me just one chance. Baby, take my hand. My heart's in motion for you. I'd cross the ocean for you. Yeah, I heard him say that all good things fade away, but I'm fighting here to make sure that's not true. No, and I know it's hard and we've lost in many ways, but I ain't giving up. Our love will never lose. I'd cross the ocean for you. I'd dive into the deepest sea. My soul is sold out for you. I'd give you everything that you need. Oh, and give me just one chance. Baby, take my hand. My heart's in motion for you. I'd cross the ocean for you. No matter what we go through, always gonna be me and you. Baby, we ain't gonna let go. You'll always be the one I choose. Baby, no matter what we go through, always gonna be me and you. Baby, we ain't gonna let go. You'll always be the one I choose. Across the ocean for you. I dive into the deepest sea. My soul is sold out for you. I give you everything that you need. Give me just one chance. Baby, take my hand. My heart's in Next day. Atëherë sot është dita e dytë e vlogut dhe vendosa që sot ta hap kamerën duke qenë se është ditë e shtunë edhe duaj që të filmoj pak më tepër sepse gjatë javës tashmë e dini që un jam në punë edhe nuk mundem dot që të filmoj. Në fakt ky ka qenë një kushtëzim për mua duke qenë se mbaroj punën në orën 5:30 dhe pas punës nuk kam se çfarë të tregoj tjetër përveç se që gatuajmë, bëjmë punët e shtëpisë edhe ka koha është perfekte jashtë, është vërtet shumë ngrohtë edhe ka dalë dielli, sepse kur del dielli edhe ne ndriçojmë edhe jemi me humor shumë të mirë. Po i tregoj pak planet që kemi për ditën e sotme. Sot një nga shokët e Rajnit ka ditëlindjen dhe do ta festoj tek qendra tregtare ku ne shkojmë zakonisht te Willow Grove. Është një vend i cili ka lodra pra për fëmijë dhe më duket se ka ftuar diku tek 5 persona, të paktën kështu më tha Rajani dhe donte që të blini dhuratë një race car, sepse e pyeta Rajnin të lutem mami, pyete pak se çfarë ka qef, sepse fëmijët janë të ndryshëm dhe çfarë ka qef njëri nuk e ka tjetri edhe pse janë të njëjtën moshë. Kërë do shkojmë bashkë te TJ Maxi dhe tek Rossi, po besoj se do shkoj direkt te TJ Maxi në mënyrë që të mos humbat shumë kohë, sepse ora është 1 dhe parti është në orën 5. Pra kam 4 orë që të shkojmë për dyqane, të zgjidh dhuratën, ta paketoj, të vinë në shtëpi, të bëjmë gati dhe gjithashtu dua të laj edhe pak makinën. Ti pas punës në një dyqan thrift store bashkë me shoqen time të punës dhe gjetëm disa gjëra të vogla. Në fakt nuk e di që se jam shumë entuziaste për gjërat që kam gjetur apo jo, por tash okay, po i marr dhe duhet patjetër të bëj një seleksionim të rrobave sepse garderoba ime është vërtet shumë keq. Atëherë fustani i parë është ky i ziu që ka këtë pjesën kështu si pellush edhe është i gjithi me temina dhe është i shkurtër. Të jemi sinqert, ky fustani është vërtet shumë i shkurtër dhe mua nuk para i mbaj gjërat që janë pa rripa, pra strapless. Për shoqëria ime u fiksua ta Silvia merreta sepse të shkon shumë. Ta përdorësh edhe sikur për të bërë foto, pra thjesht për fotot. Është nga marka Forever 21 edhe është masa medium. Siç e thash, është i shkurtër, por ndoshta bëj ndonjë foto të bukur, se jo, ta përdorim thjesht për foto. Një bluzë tjetër pra nga Forever 21, më duket se ishte masa më dhe kjo, është kjo bluza e thjesht e zezë. Edhe më duket sikur është pak e shkurtër në fakt për ta veshur në punë, ndoshta më ri pak bark jashtë, por më pëlqeu dhe thash, okay, po e marr. Një bluzë tjetër që ka marr është kjo bluza Michael Kors, e cila ka këto shkrimet këtu i kasti me gure, pra me gure të vogla në ngjyrë floriri. Nuk e se u të shmenda në fakt kur të bluzën dhe është pak mas e madhe, është extra large. Por përsëri shoqja ime tha Silvia merreta, mund ta veshësh edhe sikur për shtëpi. Unë në fakt bluza të tilla kam plot, por thash, okay, duke qenë se nuk ishte shumë shtrenjtë, thash, okay, po e marr.
Gjë tjetër që kam marrë është kjo, e cila në fakt është e shkurtër edhe është për plazh, ka këtë pjesën këtu si në ngjyrë portokalli, edhe ka pjesën e kurrizit jashtë. Me sa duket që kam përqendruar më shumë tek ngjyrat e zeza. Këto pantallonat në fakt më pëlqejnë vërtet shumë, janë pantallona serioze, edhe më rrinin shumë mirë. Provova edhe 2 palë të tjera, po më rrinin të gjera tek mesi, sepse nuk kam të problemi që tebeli jam shumë e ngushtë. Edhe këto janë pantallona serioze dhe janë me këto vijat, të cilat janë vërtet shumë të bukura, edhe janë të gjata deri, pra janë shumë të gjata dhe të gjera nga fundi. Mendoj se këto më rrinin shumë mirë, edhe mund t'i vesh edhe me taka, por ndoshta edhe me atlete të bardha, me një bluzë të bardhë në çajin bukur. Ky fustani tjetër është i bukur, është në fakt për në plazh. Është ky punimi kështu shumë i bukur, më pëlqeu vërtet shumë dhe ngjyra është perfekte dhe është i gjatë deri në fund të këmbëve. Pra është komplet deri në fund të këmbëve. Dhe mendova për në verë, edhe sikur për vërdall do jetë vërtet shumë mirë, thjesht për të dalë për një kafe. Kjo është një gjëra që kam marrë te Thrifty, kështu që le të shkojmë bashkë te TJ Maxx. Urojmë fat që të gjejmë dhuratën që duam për ditëlindjen e shokut të Ryanit dhe gjithashtu të shikojmë se çfarë gjëra të bukura kanë nxjerr tani për springun, kështu që le të ikim bashkë pa u vonuar edhe kaq. Never understand the things that we want, but you keep coming back. I want love you don't know, so why are you here? Yeah, I should take it back so that you don't know where my heart is at. Don't want you to know my love is lost. Well, there's only one thing left to do. My heart is breaking, wanting you, so I'll say goodbye. Let's put the sun back in the sky. Tired of crying, don't call me back to say I'll say goodbye. Yeah, don't call me back, just say goodbye. I can't change the past. Atëherë që të provoj këtë fustanin pink, është e hapur, pink e hapur dhe sa ty duket e bardhë, për të bërë fotot e ditëlindjes. Po mendoj se është shumë i thjeshtë edhe nuk e di nëse është për fotot. Mendoj se është më shumë për dita se sa për fotot e ditëlindjes. Po mendoj se është ngjyrë bukur, më shkon. Kam parë që janë bërë shumë i raftë këto pijamat që janë për tani në pranverë, dhe këto janë me lule, me limona, edhe janë me tutat e gjata dhe tutat e shkurtra. Problemi është që nuk i kam qef kur jam me këtë jakën kështu, sa mos kur flej gjumë. Për shtëpi mund t'i mbaj, por kur flej gjumë nuk mundem. Edhe mendoj se di, nuk jam shumë wow për këta. Ok, kam marrë këto pantallonat për të provuar, janë si me vastik këtu në mes, mendoj se janë rrim bukur, janë të gjata poshtë, të gjera të gjata. Edhe mendoj se gjajnë mirë, duken bukur. Por nuk e di nëse do t'i marr apo jo. Se di. Atëherë tani sa mbarova nga TJ Maxxi dhe t'jem realiste dhe sinqert nuk gjeta asnjë gjë të bukur. Kishte vërtet shumë gjëra për spring, por ishin me lule. Kishte po tregoj pak shpejt tani në makinë se çfarë mora, sepse di që kur të shkoj në shtëpi nuk do kem më kohë. Edhe po nisim direkt me pecetat për kuzhinën. Atëherë këto janë peceta mikrofiber, kushtuan duket $7 dhe mora këto ngjyrat që janë kështu blu bojqiell, edhe bojqiell e hapur. Kam marrë këto takat, të cilat janë shumë të bukura, janë Calvin Klein dhe ishin fix numri im, edhe gëzova shumë kur i pash, edhe ishin me një çmim shumë të mirë. Nuk e di se kam pasur çmimin origjinal, por unë i kam marrë për $15, nga 20 që pastaj kam vendosur 15. Duke se kanë $60, 59. Por më pëlqyen sepse ishin shumë të rehatshëm, nuk janë shumë të larta. Megjithëse unë kam qef të larta. 58 ka qenë çmimi. Që kanë krahasuar këta, se origjinalin, etiketën origjinale nuk e ka. Ok,
i shpresoj të duket. Edhe mendoj se janë cutesy. Ka marrë një pink stuff, e cila është kjo pasta, edhe ka edhe një sfungjer nga këto scrap daddy, besoj do jetë. Apo scrap mami, më duke se kjo quhet scrap daddy. Kjo ishte $8 dhe e ka marrë për të pastruar edhe pjesën e lavamanit, por edhe pjesën e vaskës. Ka marrë këto pipat qelqi, sepse dua që t'i heqë të gjitha pipat plastike, sepse më duke sikur nuk lahen mirë, dhe herën e fundit kam bërë shumë gabim sepse mora shumë pipa plastike, kështu që vendosa të merja këto, edhe janë me një fiongo të bardhë, roz edhe blu. Edhe kjo ishte $7. Kam marrë gjithashtu një deodorant Nivea, kam shumë kohë në fakt që nuk përdor deodorant Nivea, ishte $7. Kam përdorur nga ato deodorant të tip roloje, por këto këtë fundit nuk po më pëlqejnë, se po më qëndron, kështu që vendosa ishte merja këtë Nivea dhe të urojmë që të bëj punë, të funksionoj. Kam marrë 2 peshqira për kuzhinën dhe janë vërtet shumë të butë edhe shumë të mirë. Kam marrë boqjell sepse janë fiksuar të kohë me boqjellën, edhe janë shumë të bukura. Kjo ana këtë ishte si me lule, edhe kjo është me kuadrate. Këto ishin $9, por duke qenë se nuk kam fare për fare peshqira në kuzhinë, sepse i kam hedhur të gjithë, atëherë vendosa të merja këta. Këtu kemi makarons, janë kështu roz, edhe do t'i hap të hanje tani, edhe pse do prishet paketimi dhe ishin $5. Por realisht janë super. Okej, do të hap pak më vonë sepse po nxitoj sepse janë vërtet shumë vonë. Janë gjithmonë vonë. Kam marrë këtë gotën e bukur cutesy, e cila është në ngjyrë floriri. Më pëlqeu vërtet shumë, është qelqi dhe pjesa këtu poshtë është pasqyrë. Kjo ka kushtuar $8, edhe vendosa që ose të vendos furçat e make-upit, ose ta përdor tek tualeti edhe të vendos furçat edhe kolinozin. Po besoj ta përdor tek tualeti, sepse mendoj se është cute. Pra mund ta përdor pra të kudo. Gjëja tjetër që mora ishte një parfum i cili më pëlqeu vërtet shumë. Ishte një aromë shumë të mirë. Nuk e di se si shqiptohet emri, por ishte ky. Ishte vetëm $15 edhe kishte një aromë fantastike. E mora për ta përdorur për dita. Okej, le ta hedh pak që ta shikoj si do më qëndroj. Super i mirë. Edhe se po më shikoni shumë të përballë që po flas me vete dhe po provoj parfumet. Dhe gjëja e fundit që kam marrë është, më fal, 2 të fundit, pas kam 2. Okej, kam 2 goca këtu, që mos të ike. Okej. Këtu kemi make-upet, edhe kjo është gjithashtu qelqi, make-upet. Sfungjerat për make-upet, pra sponget, blenderat, edhe kam duke 2-4 edhe ishte $8. Mendoj se ngjan shumë cutesy edhe për t'i mbajtur për dita, por edhe për ta përdorur pra këtë vazën e qelqit për gjërat e tjera. Fundit fare që është një finxhan, edhe kam marrë përsëri me këto lulet boqjell, pra blu, edhe është shumë cute. Kjo ishte $5, pjesa brenda është komplet e gjitha blu e errët, dhe mendoj se është shumë bukur. Unë këto filxhane nuk e se i përdor shumë, me thënë të drejtën, pra më pëlqejnë më shumë gota të cilat janë qelqit të dukshme. Por këto kote fundi që pi kafen e dytë në shtëpi, kam përfunduar gjithmonë duke pirë te këto filxhanet e bukur dhe vendosa ta merja këtë që ishte cutesy. Atëherë të gjitha këto kushtuan $98 dhe nuk morëm asnjë gjë as për të veshur dhe as dhuratën e ditëlindjes që donim. Kemi marrë vetëm gjëra për kuzhinën edhe harxuam $100. Nëzi po pres që këto takat t'i vesh sepse realisht ishin shumë të bukura. Unë kam një palë të cilat janë duke se edhe ato Calvin Klein edhe janë të bardha, kështu që nuk kisha një palë takat të thesa, të ulta, edhe thash, okay, po i marr. Po thoni jo më duheshin, nuk më duheshin, por të na duhen. Okej, këtu kam parfumin. Parfumi ka një aromë fantastike, ka shumë aromë mirë. Okej, vendosim. Nuk e di sa gradë është bërë sot, por plasa. Mund të them që është vdekje shumë ballë. Okej. Paketimi është shumë cute. Cute. Okej, marrim një nga këto makaronsa. Sa të mira që duken. Duken shumë të mira. Super. Janë të mbushura me krem shampanje. Apo ndjeja diçka, nuk thosha çfarë është, por që kam vërtet super të mira. Ndani po shkoj te Rossi të marrë dhuratën për ditëlindjen e shokut të Ryanit, edhe të shkoj në shtëpi sepse ora është 2:30, ditëlindja është në orën 5. Dhe unë kam 2 orë gjysmë kohë të shkoj te Rossi, të gjej dhuratën, edhe të shkoj përsëri në shtëpi, të ha bukë edhe të dalim prapë. Kështu që ikim. Come on, children of the sun. Come on, city lights. Let the world be your oyster. Have them fall into their knees.
this show on the road. Same shit, different day. I be bored out my mind.